Kompania e sigurimeve Eurosig për nder të shënimit një dekade veprimtarie në Kosovë ka prezantuar marrëveshjen për sigurimin shëndetësor për 50% për shoqatën Down Syndrome Kosova. Kompania e sigurimeve Eurosig ka shënuar 10 vjetorin e veprimtarisë së saj në Republikën e Kosovës. Në këtë përvjetor, Eurosig ka nënshkruar marrëveshje me karakter shoqëror me shoqatën Down Syndrome Kosova, duke u bërë kompania e parë e sigurimeve në vend që ofron mbështetje për sigurimin shëndetësor të anëtarëve të këtij komuniteti për 50%. Kryetarja bordit të drejtorëve të Eurosig, Anila Ibraj, tha se synimi i kompanisë është që të ofrojë sigurim dhe stabilitet për qytetarët e Kosovës, duke qenë partner i sigurisë për bizneset dhe familjet. Patëm një synim të qartë. Të ofrojmë një shërbim sigurimesh që ndërton besim, siguri dhe stabilitet për qytetarët dhe bizneset. Dhe sot, pas 10 vjetësh jemi krenar për gjithçka që kemi arritur, me një rrje të gjerë klientësh, me qindra bashkëpunëtor të përkushtuar dhe me një reputacion të ndërtuar me integritet. Zëvendës drejtori i përgjithshëm Shqyqyri Bytyqi prezantoi rrugëtimin e kompanisë Eurosig, e cila deri në vitin 2024 në Kosovë ka arritur në 145.000 klient. Vit pas viti kemi rritje dhe shtim të besueshmërisë së klientëve, dhe siç e shihni në vitin 2024 kemi arritur në numrin 145 klientë. Fjalë rasti pati ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj. Ai jubilen e Eurosig e quajti si dëshmi e punës dhe përkushtimit të kompanisë ndaj sigurisë në vend. Më pas u nënshkrua marrëveshja mes Eurosig dhe shoqatës Down Syndrome Kosova. Vlerat e një shoqërie muaten me mbështetjen që njerëzit ofrojnë ndaj qytetarëve me aftësi të kufizuar. Presidenti i Eurosig, Kadri Morina, tha se kjo ditë është më e veçantë e këtij viti dhe dorëzoi çekun e sigurimit pas një fatkeqësie të njërit prej bizneseve të Kosovës. Është, po të thon, një ditë ndofta me të veçanta. Mund të themi të këtij viti se ne kemi pas ditë shumë bukura dhe të veçanta që në lindjen e saj. Grupi Eurosig dhe Insiku Baban sot ka 2 gëzime në një ditë. Ne po udhtojmë nga malet kreshnike të Malësisë Gjakovës, ku sapo para 6 orësh inaugurua hapjen e degës U Baban në Malësinë e Gjakovës në tropojen e Petrit Malës. Ecën paralelisht me neve, janë të mrekullueshëm që të jemi gjithmonë pranë tyre, do jemi pranë pensionistëve, do jemi pranë gjithmonë të njerëzve në nevojë. Kjo ngjarje shënoi një moment të reflektimi mbi rrugëtimin 10 vjeçar të kompanisë në tregun kosovar të sigurimeve.